CNN do të jemi bashku, jam Doneta Prokni. Prokuroria e posaçme antikorrupsion është vënë në lëvizje pas publikimit në media të kontratës së lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Partisë Demokratike me vlerë $6 milion. SPAK konfirmoi zyrtarisht për CNN se ka nisur hetimet. Në lupën e prokurorëve duket se janë pikërisht shifra e kontratës dhe burimi i të ardhurave të financuesve. Kontrata e lobimit të Partisë Demokratike në SBA është futur në verifikim nga SPAK. Prokuroria e posaçme antikorrupsion konfirmoi zyrtarisht lajmin për CNN. Shifra prej $6 milion që kësaj kontrate dhe burimit të ardhurave të financuesve janë vënë në lupën e prokurorëve të posaçëm. Lëvizja e SPAK erdhi pas publikimit në media të kësaj kontrate, ku Departamenti Amerikan i Drejtësisë bëri publike marrëveshjen 24 mujorshe me vlerë totale prej $6 milion, sipas së cilës për çdo muaj deri në prillin e 2027 do të disbursohen $250.000. Për sa kohë ishte në pushtet administrata Biden, unë vendosa të mos loboj asnjë moment. Kompania e pajtuar për lobimin është Continental Strategy dhe pagesa e lartë duket se merr shpjegim nga emrat e disa prej drejtuesve të saj, që njihen si persona shumë pranë presidentit amerikan, Donald Trump. Kundërfirmosja në emër të amerikanëve është bërë nga Carlos Trujo, ish këshilltari Trump, por emri tjetër më i rëndësishëm është ai Kate Wallace, vajza e Suzy Wallace. Kjo e fundit mban detyrën e shefës së kabinetit të Donald Trump dhe është njeriu që drejtoi fushatën elektorale që e riktheu presidentin amerikan në Shtëpinë e Bardhë. Ajo njihet edhe si bashkëpunëtore ngushtë me Chrysler Civitan. Chrysler Civitan, unë garantoj që është në aktivitet të plotë. Verifikimi nisur nga SPAK duket se lidhet pikërisht me financuesit e kontratës $6 milion që zyrtarisht nuk paguhet nga Partia Demokratike. Selia Blu në një reagim publik u shpreh se të gjithë dollarat janë donacion nga komuniteti shqiptar në SBA nëpërmjet fondacionit Make Albania Great Again. Madje edhe paratë e trekëseve të para janë paguar nga Nureddin Seci, shqiptaro-amerikani nga Tropoja që jeton në New York, i cili është edhe garantori i kontratës së lobimit. Është pikërisht kjo skem që ka tërhequr vëmendjen e SPAK në Tiranë. Nuk është oficer fushë, ai është marshall. Sipas marrëveshjes, kompania Continental Strategy do të ndihmojë në krijimin e kontakteve me zyrtarët e qeverisë dhe Kongresit Amerikan, do të promovoj kauza si lufta kundër korrupsionit dhe reforma qeveritare në përputhje me interesat SBA Shqipëri, si edhe do të angazhohet në çështje strategjike ligjore në emër të PD-s dhe koalicionit Aleanca për Shqipëri Madhështore. Çfarë nuk gjendet zyrtarisht në tekstin e kontratës, por që gjerësisht mendohet se është qëllimi i saj kryesor, lidhet me nëngratën e Sali Berishës, rënjes së cilës, faktike apo zyrtare, do të përkthehej në ndihmë edhe për PD-n në prag të zgjedhjeve parlamentare. Partia Demokratike e ka reaguar pasi SPAK njoftoi se ka nisur verifikimet për kontratën e saj të lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vlerë prej $6 milion. Kontrata e Partisë Demokratike me avokatin e presidentit Trump nuk ka trembur vetëm Ramën, por edhe veglat e tij, thuhet në reagimin e Selis Blu. Partia Demokratike është transparente për kontratën me avokatin e presidentit Trump, e cila është nënshkruar në përputhje të plotë me ligjet e të dyja vendeve dhe depozituar në fara sipas çdo rregulli. Lexohet në deklaratën e PD-s. Nga Vlora në një takim me gratë dhe vajzat, kryesocialisti Rama reagoi lidhur me lobimin $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Partia Demokratike. Rama e konsideroi një shumë të madhe parash që sipas tij Berisha po përdor për të hequr damkën non grata. Jeni sot të habitura nga fakti që janë paguar €6 milion. Është bërë një kontratë €6 milion, thuhet nga patriot, ju kujtohet që dhe herën e kaluar Luli shkret për 500.000 u bë leck. Edhe ai kështu tha, u mblodhen ca patriot, po €6 milion
për të hequr damkën e një personi non grata janë vërtet shumë për të mos bërë pyetjen ku u gjetën gjitha ato para. Dhe si mundet që thjesht dhe vetëm për hallin e një njeriu të paguhen më shumë para se sa çfarë shteti shqiptar jep për të gjitha partitë politike të marrës bashku. Pastaj është edhe pak e çuditshme kur mendon që Nena u tha se sa të vinte Trumpi do ikte në ngrata. Tani u dashkan edhe 6 milion euro me shpresën që do iki në ngrata. Por edhe sikur të rri dhe sikur të iki, kjo nuk është çështja më e shumicës dërmuese të shqiptarëve dhe të shqiptarëve që janë sot në një moment historik dhe që duhet marrë një vendim historik. Rikthimi i diasporës në vend është kusht për të shpëtuar Shqipërinë, pohoi Sali Berisha përpara shqiptarëve të Selanikut gjatë takimit elektoral për zgjedhjet e 11 majit. Kryedemokrati prezantoi ofertën politike të Partisë Demokratike për diasporën dhe i ftoi ata të votojnë në 11 maj për të ndëshkuar me votë qeverinë Rama. Rikthimi i të gjithë shqiptarëve që kanë mundësi të rikthehen nga emigracioni do të jetë kusht për të shpëtuar Shqipërinë dhe Shqipëria ka çdo mundësi për të krijuar çdo kusht atyre që të kenë sukses të ndërtojnë ëndrrën në vendin e tyre. Një politik demografike e veçantë do të bëhet. Çdo çift i ri do ketë një grant për çatin e tij. Me atë grant do paguaj interesat e kredis dhe nëse ai bëhet me fëmijën e tretë, kredit do e paguaj shteti çdo gjë që i ka mbetur. Çdo fëmijë do ketë bonusin 70 euro fëmija i parë, 60 euro fëmija i dytë, dhe shpenzimet nga linja gjerë në 23 vjeç, fëmija i tretë. Kombi me çdo çmim duhet të kthehet në rininë e tij. Fushata tjetër është fushata e poshtrimit. Flet çdo mëngjes. Flet çdo mëngjes me veten e tij. Shan turfullon. Fjalori i tij. Fjalori ati që urren shqiptarët. Çryk, autik, buf, një fjalor me të cilin një lloj si hori që kërkon të gjëjë shtre, kudo përpiqet të gjëjë shtre në banalitete për të shtuar përgjegjësisë që ka ndaj jush. Kreu i koalicionit Djathtas për Zhvillim, Dashamir Shehi, ka zhvilluar takime në terren me biznese të vogla në tregun e shumicës në Tiranë. Shehi thekson se biznesi ka një rënje të ndjeshme, për këtë i prezantoi qytetarëve ofertën politike të tij me ulje taksash dhe vendosje balancash mes monopoleve dhe bizneseve të vogla. Shohim fatkeqësisht, domethënë që biznesi ka ra. Edhe këtu xhiro, më turpë me thënë, po xhiro më shumë bë gabi se sa bëjnë këto që janë rrobë të reja. Dhe kjo është një shenjë se ku po shkon kjo ekonomia. Këtu mirë keq hajnë bukë nga gati 1000 veta. Si e kanë pritur qytetarët ofertën tuaj politike? Të shqip, oferta njeri do shpjeguj, do thjesu që të mrit deri ke ky biznesi i vogël. Që edhe oferta jonë është të thjesht. To njerëz leni me punu, hiqit taksat, thy monopolet.
për sa kohë ato grupet e mëdha, do vi dita do i bëjmë pallate këto. Këtu do jemi, ke zgjedhje të tjera, të jeni të sigurt për këtë punë. Siç ka avancu, bëm pallate, tregjet e tjera, bëm pallate, do vi dita dhe këtu, sepse ai biznesi i madh po e han të voglin. Edhe kësaj qeverie, asaj që do vi, kush do qoftë, ne të parve, në takon me gjetë një ekuilibër midis tyre dy grupe. Njëri që ka para shumë, njëri që ka hallëxhi shumë. Një 58 vjeçar në Vlorë u ekzekutua marrëmzjarrin në afërsi të banesës së tij. Viktima, identifikuar si Renato Hoxha, prej 5 vitesh, ishte i punësuar si roje në një objekt në ndërtim pranë banesës së tij. Ai u gjeti pa jetë nga bashkëjetuesja të shkallët pranë shtëpisë së tij, e cila lajmëroi edhe policinë. 58 vjeçari ishte babai i 2 fëmijëve dhe i divorcuar. Nuk dihen ende rrethanat e vrasjes, por policia konfirmon se viktima nuk ka precedent penal. Viktima Renato Hoxha dyshohet të jetë qelluar me armëzjarri pistolet nga një distancë e afërt. Ai ka marrë 2 plumba në kokë dhe 1 në trup. Autorët janë ende të paidentifikuar nga policia. Ata dyshohet se kanë kaluar nga një rrugicë pranë pallatit ku nuk ka kamera sigurie. Vitin e fundit janë rritur ndjeshëm rastet kur në vendin ton droga vjen me post. Kanabisi është drogë cilësisë së lartë dhe sipas ekspertëve ajo po anashkalon lëndën narkotike të kultivuar në vendin ton. Shtohen ndjeshëm rastet kur droga vjen në Shqipëri me post. Gjatë vitit të fundit, policia e Tiranës ka goditur 10 raste kur në vendin ton droga ka ardhur me post nga Amerika, Tajlanda dhe Kanadaja. Kryesisht thuajse në të gjitha këto raste, personat që e kanë marrë pakon me lëndë narkotike e kanë kamufluar atë si të ishte pako me veshmbathje, rroba, bijuteri apo dekore shtëpiake. Pakot me kanabis që futen në territorin ton janë me përqindje të lartë të HC, droge cilësisë së lartë. Për ekspertin Fatjon Softa, përdoruesit e lëndës narkotike po kërkojnë një drogë më të fortë se ajo e kultivuar në territorin shqiptar, duke bërë që edhe kërkesat për ardhjen e kanabisit me post të jenë në rritje. Meqense përmbajtja e drogës së ardhur nga Shtetet e Bashkuara në rreth postës më e lartë se sa përmbajtja e drogës, flasim për nivelin e forcës së kësaj droge në raport me droga në vendese. Pra ka një rritje të tregut për droga më të forta. Kjo është një biznes i ndjeshëm, i cili po aplikohet jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga tuaj, dhe kjo po shtohet sidomos tani sepse jemi në sezon dhe nevojat për drogë dhe kërkesa për drogë është nevojë e tregut për shkak të rritjes së sezonit të turistëve. Sipas Softës, postat publike dhe ato private duhet të kenë më shumë kontroll nga autoritetet, pasi nëpërmjet tyre përveç drogës mund të trafikohen edhe sende të tjera të jashtëligjshme. Posta duhet, qoftë ajo publike, qoftë ajo private, do të jenë më të monitoruara nga institucionet ligjzbatuese. Po përdoren si element të cilët janë jo vetëm droga, por mund përdoret edhe për armët, mund përdoret edhe për sende të tjera të ndaluara, kështu që kontrolli dhe monitorimi ndaj tyre do të jetë patjetër i madh. Dhe kontrolli do të jetë të paktën ndaj lëndëve narkotike, duke përdorur qenin e drogës, duke përdorur elemente të tjerë që kontrollojnë nëpërmjet pajisjeve me rreze për prezencën apo jo të lëndëve narkotike. Nëse pritësi i pakove me kanabis arrestohet, dënimi për këtë vepër penale kur kryhet nga një person i vetëm shkon nga 7 deri në 15 vite, e ndërsa kur janë 2 ose më shumë persona, dënimi shkon nga 10 deri në 20 vite heqje lirie. Deputetët e Kosovës nuk kanë arritur të konstituojnë kuvendin as pas sentimit të 7 radhazi, pasi kandidatja e partisë fituese lëvizjeve të vendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu përsëri nuk ka arritur të marrë votat e domosdoshme në këtë proces. Opozita fajson Kurtin për kokëfortësinë e tij për sa i përket emrit të Albulena Haxhiut. Albulena Haxhiu ka dështuar përsëri për të marrë postin e kryetares së kuvendit të Kosovës. Në seancën e 7, ajo ka marrë sërish vetëm 57 vota pro, nga 61 votat e nevojshme për të marrë këtë post. Kundër saj votuan 41 deputet nga PDK-ja, LDK-ja dhe AK, ndërka aq 3 deputetët e nismës socialdemokrate abstenuan sërish.
Për janë 57 vota, 41 kundër dhe 3 abstenime. Konstatoj se deputetja e propozuar për kryetarët e Kuvendit nuk i ka marrë votat. Lëvizja Vetëvendosje nuk heq dorë nga kandidatura e Albulena Haxhiut. Këtë herë këtë fakt e ka bërë publik numri 2 lëvizjes Vetëvendosje Glauko Njufca nga foltoria e Kuvendit. Lëvizja Vetëvendosje sërish e propozon zonjën Albulena Haxhiu për kryetarët e Kuvendit. Nderuar kryesues, kërkoj që ta çetni në votim këtë propozim, kurse juve të nderuar kolegë, ju kërkoj që ta mbështetni me votën tuaj. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, deklaroi se insistimi arbitrar i vetëvendosjes për Albulena Haxhiun po pamundson që të lëvizet nga ky pozicion. Sipas Krasniqit, Kurti është ai që po sakrifikon Albulena Haxhiun. Është absolutisht e pakuptueshme që edhe herën e 7 vim këtu me mandatin qytetar për t'i dhënë vendit institucionet e reja që burojnë nga verdikti i qytetarëve në zgjedhjet e nënshkurtit, por insistimi arbitrar i vetëvendosjes për Albulena Haxhiun po e pamundson që të lëvizim nga ky pozicion. Hykmet Bajrami, e cila është propozuar si shef e grupit parlamentar të LDK-s, tha se partia fituese e zgjedhjeve nuk mund të imponojë voton për në kuvend. Jam këtu për të shprehur shqetësimin në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës që lëvizja vetëvendosjes sot për herën e 7 pengoj konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Einstein e ka thënë shumë qartë, është çmenduri me përsërit veprimin e njëjtë dhe me prit rezultat ndryshe. Ndërkohë deputeti i lëvizjes vetëvendosje Kuran Murati tha se zgjedhjet janë skenari i fundit, megjithatë u shpreh se janë të gatshëm. Ata që thonë se po bllokohet konstituimi, nga të gjithë dhe gjithë duhet ndajnë përgjegjësinë barabartë kanë gabim, sepse me vot për nuk ka blokadë. Pra blokada bëhet kur nuk voton për, kur voton kundër ose abstenon ose nuk merr fare pjesë në votim. Në seancën e së dielës, deputetët duhet të emëronin kryetarin dhe 5 kryetarë në mënyrë që të konstituonin Kuvendin e Kosovës përfundimisht. Vetëm pas konstituimit të Kuvendit mund të hapet rruga për formimin e qeverisë së re. Kisha Katolike shënon të dielën e parë pa papën. Afro 200.000 persona janë mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit për të përkujtuar atin e shenjtë, ndërkohë për herë të parë është bërë publike dhe varri ku është prehur papa. Kisha Katolike Romane përjetoi të dielën e parë pa Papar Franceskun. Në pritje të nisjes së konklavës, e cila do të zgjedh pasuesin e Bergoglios, rritet vazhdojnë. Të dielën e 27 prillit, liturgjia përfshin 2 ndryshime të vogla të diktuara nga mungesa e papës. E para është lutja e besimtarëve. Në këtë rast, synimi i parë është gjithmonë për papën. Emri i papës nuk lexohet. E njëjta gjë ndodh gjatë misterit të besimit. Para se të mbërrim në kungim, është një pjesë e liturgjisë në të cilën thuhet: "Tani kujtoni të gjithë ata për të cilët po ju ofrojmë këtë sakrificë, shërbëtorin tuaj dhe papën ton." Vatikani vlerëson se rreth 200.000 njerëz u mblodhën në sheshin e Shën Pjetrit të dielën në meshën përkujtimore për ndër të papës. Kapaciteti maksimal u arrit në zonën e Shën Pjetrit, raportuan media duke cituar autoritetet policore. Rasti përkoi me jubileun e adoleshentëve, plani fillestar i të cilit përfshin kanonizimin e të bekuarit Carlo Acutis, i cili do të bëhet shenjtori i parë mijëvjeçar. Riti i kanonizimit të Acutis u pezullua pas vdekjes së papës, por mesha konfirmua dhe morën pjesë shumë të rinj. Kardinali Pietro Parolin kryesoi ceremoninë, e cila shënoi ditën e 2 të lutjes, që tradicionalisht pason vdekjen e papës. Ndërkohë për herë të parë është bërë publik edhe varri i papës, i cili ndodhet midis kapelës Paluina dhe kapelës Sforza dhe ndodhet pranë altarit të Shën Franceskut. Për krijimin e tij u përdor mermeri nga Liguria, vendi origjinës së gjyshëve të papës. Shumë se 10 persona kanë mbetur të vdekur në Vancouver të Kanadas. Shkak është bërë goditja me makinë një turme që po festonte. Autoritetet policore bëjnë me dije se pas këtij aksidenti nuk fshihet ndonjë sulm terrorist. Dëshmitarët nga ana e tyre përjetuan momente tmerri. Një tragjedi ka ndodhur në Vancouver të Kanadas. Afro 10 persona kanë mbetur të vdekur si pasojë e përplasjes nga një makinë e cila hyri në një turm njerëzish që po festonin një event filipinez. Sipas policisë, disa persona kanë mbetur të plagosur. Dëshmitarët në mediat lokale përshkruan një skenë të tmerrshme shkatrimi. I dyshuar është një 30 vjeçar. Këtë e ka bërë të ditur dhe policia në X.
Ai ishte i njohur nga Vancouveri dhe policia, tha një përfaqësues i policisë në një konferencë për shtyp. Drejtuesi i Forestradës së Zezë është ndaluar në vend dhe është dërguar në komisariat. Policia fillimisht nuk bëri të ditur detaje për sfondin e krimit. Ajo më vonë deklaroi se nuk kishte të bënte me një akt terrorist. Ngjarja ka ndodhur në uglinë të metropolit në bregun perëndimor të Kanadas, pranë një parku dhe një varreze. Kryeministri i Kanadas, Mark Carney, u shpreh tronditur. Jam i tronditur nga ngjarja e tmerrshme që ndodhi në festivalin në Vancouver. Ai shprehu ngushëllime më të thella për familjet e të vrarëve dhe të plagosurve, komunitetin filipino-kanadez dhe të gjithë popullin e Vancouverit. Një dëshmitar i cili nuk dëshiroi të identifikohej, tha se kishte parë rreth 15 persona të shtrinë në tokë pasi një veturë e zezë shtypi turmën me shpejtësi. Dëshmitari tha se drejtuesi i mjetit kishte tentuar të rrëtisej, por ishte ndjekur nga pjesëmarrësit e festivalit dhe ishte mbajtur pranë një gardi për rreth 10 minuta derisa mbriti policia. Donald Trump ka nxjerrë në pah edhe një herë paqëndrueshmërinë e tij në politikën e jashtme. Pas fjalëve pozitive për Vladimir Putin, tashmë ai është kthyer përsëri kundër. Këtë herë Trump u ndikua nga Volodymyr Zelensky. Menjëherë pas takimit në Rom me kreun e shtetit të Ukrainës, Trump kërcënoi Rusinë me sanksione të tjera, ndërsa Putin ka njoftuar çlirimin e plotë të rajonit të Kurskut. Donald Trump ka ndryshuar përsëri qëndrim ndaj Rusisë. Menjëherë pas takimit me kreun e shtetit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, Trump kërcënoi Rusinë me sanksione dhe shprehu dyshime për gatishmërinë e kreut të Kremlinit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Gjatë fluturimit për NSBA nga Roma, Trump shkroi në Truth Social se nuk kishte asnjë arsye që Putini të gjuante raketa në zona civile, qytetet dhe fshatrat në Ukrainë ditët e fundit. Më bën të mendoj, ndoshta ai nuk dëshiron të përfundojë luftën fare, por thjesht po më pengon dhe duhet të trajtohet ndryshe, theksoi Trump. Presidenti amerikan përmendi si shembull të ashtu quajturat sanksione dytësore pra masa ndaj vendeve të treta, kompanive apo individëve që vazhdojnë të bëjnë biznes me Rusinë. Ai gjithashtu tregoi se dëshironte të shkëpuste më tej Rusinë nga sistemi bankar ndërkombëtar. Sa ka që Rusia vijon përparimet e saj në terren, Moska njoftoi se ka rifituar plotësisht kontrollin e rajonit të Kurskut, një pretendim i kontestuar menjëherë nga pala ukrainase. Shefi i shtabit të përgjithshëm të Rusisë, Valeri Gerasimov, e bëri deklaratën në raportin e tij drejtuar presidentit Vladimir Putin, duke thënë se trupat ruse të premten çliruan vendbanimin e fundit nën kontrollin Ukrainas në Kursk. Në përgjigjen e tij ndaj raportit të ushtrisë së publikuar nga Kremlini, Putin tha se sulmet e Ukrainës në rajonin e Kurskut kanë dështuar plotësisht dhe humbjet e saj me siguri do të reflektohen në të gjithë linjën e kontaktit luftarak. Ai shtoi se disfata krijon kushte për veprime të mëtejshme të suksesshme ushtarake në fronte të tjera. Emocione, spektakël dhe shumë gola, kështu mbyll faza e rregullt e kategorisë superiore në futbollin shqiptar. Tirana fitoi 0-2 ndaj Dinamos në Rogozhin, duke siguruar një vend në play-out. Ndërkohë Laçi dhe Skënderbeu nuk ja dolën të mbijetojnë dhe zbritën nga elita. Në Final Four për titullin shkojnë Egnatia, Vllaznia, Dinamo dhe Partizani. Kryeqytetasit fituan 2-0 ndaj Elbasani, duke lënë këtë të fundit jashtë top 4 shes. Golat e Prekës dhe Lekej mjaftuan të kuqve për të siguruar një vend në Final Four. Ndërka i Zhbyllisi siguroi mbijetesën me një fitore vendimtare 2-1 ndaj Skënderbeut. Ishte gjithë çka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Bashkëpërshëndetemi këtu. Mirupafshim.